Mirëmëngjes të dashur teleshikues, sot do doja që të kaloja në një pjesë të avancuar, në një multiplex ushtrimesh totale për të gjithë trupin, me kërkesën të disa personave të cilët më kanë shkruar dhe kanë kërkuar një set ushtrimesh për t'i prekur gjitha muskujt brenda një ore. Atëherë, unë do ju a demonstroj, i kam përmbledhur për t'i treguar për 15 minuta, ndërkohë që ju do bëni zgjatjen e numrave të tyre. Në qoftë se unë do t'i bëj 8, ju do t'i bëni 20, në mënyrë që ju për 40 minuta të prekni gjithë muskujt tuaj, t'i punoni ato me pesha në duar, në mënyrë që të mbaroni shpejt dhe t'jeni të tonifikuar. Është një multiplex ushtrimesh që nuk do ta hasni kudo, sepse është multiplex që e përdor vetë për nxemje të trupit për fillimin e palestrës. Pra, është program fitness i detajuar për çdo muskull dhe për të bërë dhe zgjatjen dhe punimin e gjithë muskujve. Kemi dy pesha në duar, janë 2 kg. Fillojmë, bëjmë rrotullimin që të lëvizim pak pjesën e stupeve dhe të pjesës së pasme të shpinës. Bëjmë rrotullimin që të lëvizim dhe pjesën e barkut ansore. Rrotullohemi, zgjatemi në njërën anë që të zgjasim shpinën bashkë me pjesën e pasme të këmbës. Kalojmë në anën tjetër. Si që shikoni, nuk e harroj dhe nuk e nënvlerësoj pjesën stretching. Më ndihmon të zgjas muskujt dhe asnjëherë nuk jam kontraktuar, më ka ndihmuar gjithmonë për të eliminuar kontraktimet muskulare. Ato unë e bëj para dhe pas ushtrimeve. Vazhdojmë me ushtrimin e parë. Do fillojmë nga pjesa e sipërme nga supet. Dy peshat i kemi në dorë dhe do ngrejmë duart, këmbët janë të hapura sa supet, që të krijojmë një bazë. Përthyemi pak që të jemi më mirë të mbështetur. Ky është ushtrimi i parë. Në qoftë se ju nuk i mbani mend dhe si për herë të parë nuk do t'i mbani mend, klikoni në YouTube Good Morning Fitness a një report dhe do shikoni puntatat një nga një. Ti fiksoni ushtrimet dhe ti punoni ato. Këto janë ushtrime të cilat kanë dhënë rezultat dhe janë të detajuara nga bota e fitnessit një nga një. Unë i kam kombinuar radh pas radhe dhe i kam bërë në një multiplex ushtrimesh për 40 minuta të mbaroj në një ditë kur jam e zënë me punë. Ushtrimi i dytë. Kalojmë. Hapemi anash. Kemi hapjen anash për pjesën e supeve. Kemi ngritje të duarve drejt me supet dhe ulje ngadalë. Ngritje të duarve, ulje ngadalë. Kjo është për pjesën e madhe kryesore të deltoidit. Kemi pjesën e përparme të deltoidit, jemi në ngritje jo të drejtë, por në ngritje nga krahu i kundërt i dorës. Pra, qofse kemi dorën e majtë, e kalojmë në krahun e djathtë përpara drejt me supin, jo më lart. E njëjta gjë dhe me dorën tjetër. Dhe ky ushtrim është për pjesën e përparme të deltoidit. Vazhdojmë lart. Ngrejmë duart, i nxjerrim përpara. I ngrejmë duart, i nxjerrim përpara. Shtym lart. E mira do ishte që mos i çojmë duart deri lart, por t'i lëmë në një lartësi të përthyer në cilën ne krijojmë një tension në pjesën e deltoidit. Pra, ne po krijojmë tension në pjesën e sipërme, në kornizën e trupit të quajtur ndryshe. Është pjesë shumë e rëndësishme për të dyja sekset, si mashkull, si femër. Krijon kornizën trupore. Vazhdojmë ushtrimin tjetër të deltoidit. Kemi hapjen anash. Kjo na ndihmon për pjesën e pasme të deltoidit. Pra jemi në pjesën e pasme të deltoidit. Kemi hapjen, siç e shikoni, kontraktimi ndodh në pjesën e pasme të deltoidit dhe jo në shpinë. Mund ta bëjmë të dyja duart, duke qëndruar drejt, këmbët e përthyera dhe hapim. E njëjta gjë bëhet dhe me pjesën e notit. Është ushtrimi i notit. Pra, hapim duart në mënyrë horizontale ose vertikale. Pra, siç notojmë. Është një ushtrim i mirë dhe unë e kam sugjeruar dhe vazhdoj ta sugjeroj notin për ju.
Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Kemi një ulje dhe një hapje, duart qëndrojnë jo anash, por pak më përpara për të punuar përsëri pjesën e pasme të deltoidit, i cili është një muskull i vështirë. Kalojmë nga supet i mbyllim, këtu do i shikojmë të detajuara ditë të tjera dhe me veglat. Vazhdojmë me muskulin tjetër të radhës, e cila është abdominalet. Kemi hedhjen të prekim pjesën anësore dhe të sipërme, e kalojmë nga njëra anë në tjetrën. Pra si që shikoni, pa i hequr fare peshat nga dora, unë kaloj prek muskulin tjetër. Mos haroni, po bëj vetëm demonstrim. Një ushtrim duhet jetë 20 herë, pra 1, 2, dhe ky do shkoj deri në 20. Pas 20-ës, ju mund të bëni një 5 sekund pushim dhe të kaloni në ushtrim tjetër, ose ta përsërisni ato 2 herë në qoftë se keni kohë. Vazhdojmë. Ky ishte ushtrimi për pjesën e abdominaleve. Kemi ushtrimin tjetër, qëndrojmë të përthyer dhe hidhemi nga njëra anë në tjetrën. Pesha na jep një tension në pjesën e mesit të barkut, pra na krijon një kontraktim në medialen abdominale. Jemi në medial abdominal. Pra, kalojmë nga njëra anë në tjetrën. Mund të qëndrojmë më të përthyer akoma dhe e njëjta gjë bëhet. Vazhdojmë përsëri me pjesën anësore. Qëndrojmë pesha në dorë në mënyrë të përthyer. Mund t'i kaloni të dyja në një dorë nëse keni të lehtë dhe ulemi. Pra, kemi një ulje vetëm me pjesën e barkut. Është një amplitudë shumë e vogël, por që bën një punë shumë të madhe kjo lëvizje kaq e vogël, që duket shumë e panevojshme, por krijon pjesën abdominale, prerjet abdominal anësore. E njëjta gjë është dhe me dorën tjetër. Qëndrojmë dhe ulemi. Pra, kemi një lëvizje vetëm me përthyerje abdominale. Unë nuk po lëviz asnjë pjesë tjetër të trupit. 20 nga një anë, 20 nga një tjetër, mos harroni. Vazhdojmë përsëri me abdominalet. Kemi abdominalet me rrëshqitje, të cilat përthyemi, kalojmë nga njëra anë në tjetër, ose mund t'i bëni 20 në një anë, ta kontraktoni njërën anë dhe të vazhdoni të hidheni në anën tjetër. Pra kemi një sër kombinimesh. E njëjta gjë bëhet dhe anësore. Kalojmë për të prekur pjesën anësore dhe për të bërë një prerje të pjesës së belit, një theksim të belit, sepse duke punuar shumë abdominale drejt, humbet beli, rritet masa abdominale dhe beli nuk ndryshon, por duke u rritur pjesa e përparme krijon një humbje të prerjes së belit. Flasim për femrat. Për të krijuar përsëri belin, ne kemi një rrotullim në mënyrë të këtill. Pra, hidhemi nga njëra anë në tjetrën, pa lëvizur këmbët. Jemi 1, 2, 3, 4 pesha tërheq. Pra, kthehemi me duar më lart. Dhe na jep një kontraktim në pjesën abdominale, siç e shikojmë. Kemi dhe kalimin dhe rrëshqitjen në pjesën e pasme. Kjo na krijon zgjatje në muskujve abdominal për të eliminuar kontraktimin e tyre. Pra, po zgjatemi, ndërkohë ne po punojmë dhe pjesën e pasme të shpinës, e cila vijon me pjesën e përparme kur punohen. Pra, duhet i punoni bashk. Këto të dyja punohen bashk, ashtu siç mund të punoni ndonjëherë pjesën e shpinës me pjesën e pasme të deltoidit, i cili përket asaj zone. Kemi kombinime pra të ndryshme ku ne punojmë. Mjafton që ju t'i dini ato, të keni një vend ku t'i mësoni, siç mund të hapni dhe të klikoni në këtë program dhe të shikoni një sër ushtrimesh dhe të zgjidhni ato që ju pëlqejnë, ato muskuj që ju i punoni dhe ato ushtrime që ju mund t'i mësoni. Në qoftë se vazhdojmë.
kërkoni që të punoni akoma më shumë për barkun, me girat në dorë duhet të uleni në tapet dhe të vazhdoni të punoni për atë. Në mënyrë që të punoni dhe pjesën fundore duke ullur në tapet, pra po ulem në tokë, t'ju a demonstroj, dhe të vendosni një peshë në këmbë dhe të bëni lëvizjen për pjesën fundore. Pra, kemi drejtim të këmbëve dhe tërheqen përpara. Ky është ushtrimi që të punoni dhe pjesën fundore. Ngrihemi, vazhdojmë me lëvizjet e tjera të shpinës. Pa kaluar në pjesën e poshtme, vazhdojmë me pjesën e shpinës. Do punojmë pjesën e pasme të shpinës. Një ushtrim i mirë është ai i tërheqjes, i cili zakonisht bëhet me litar. Lëshohen litar të rënd dhe ajo punon pjesën e supeve dhe pjesën e pasme të shpinës, pjesën e sipërme. Kemi lëvizjen e tillë, pra kemi një ulje, pas dhe një hedhje. Jemi pas dhe kalojmë. Kjo na punon shpinën në pjesën e pasme dhe në ato fundore. Pra na krijon një pjesë të theksuar, të gdhëndur pas në shpinë. Mos e lini pas dore pjesën e shpinës, dhe pse jeni të dobësuara, të tonifikuara. Shpina është një pjesë mjaft e rëndësishme në një trup fit. Dhe muskuli juaj, kam thënë, nuk lejon që të vini pjesë vjamore rreth rrotull në momentin që ju keni një bazë muskulare, lëshon shumë energji dhe nuk lejon që të shëndosheni shpejt. Vini rëndësi masës muskulare. Aq sa ju doni, mund ta kontrolloni ato. Ky është ushtrimi tjetër për shpinën. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër, po prap për pjesën fundore të shpinës. Jemi të përthyer, do ulemi dhe do ngrihemi. Pra jemi vetëm me pjesën e shpinës. E njëra gjë mund bëhet dhe duke ulur, pra dhe duke u ngritur. Ulemi, i përthyejmë pa këmbët dhe ngrihemi. Kjo është lëvizja për shpinën. Për pjesën fundore të shpinës. Ulemi, ngrihemi. Ulemi, ngrihemi. E mbani shpinën të përthyer, të kontraktuar. Kemi ulje dhe ngritje të shpinës. Vazhdojmë përsëri me shpinën me ushtrimin sharr. Jemi në pjesën e përparme të mbështetur në njërin këmbë dhe tërheqim pas. Ky është ushtrimi tjetër për masën muskulare të pjesës së shpinës. Vazhdojmë. Tërhiqemi. Bashkë me pjesën latissimus të pjesës së shpinës së sipërme, të cilën e kap dhe pjesa e supit, është ushtrimi i radhës, i cili punohet me ngritje të duarve në mënyrë habitore. Pra, peshat na ndihmojnë që të krijojmë tension dhe ai muskul të forcohet dhe të formohet. Ky muskul na ndihmon kur punojmë muskujt e barkut, kur na lodhet qafa. Në momentin që ju keni të fortë të muskul, ai mban qafën tuaj të tendosur dhe nuk e lë të gjithë forcën për ta tërhequr qafa. Pra, ky muskul ju ndihmon dhe ju mëson që të punoni me bark dhe jo me qafë. Vazhdojmë me muskujt të tjerë të radhës, të cilët janë muskujt e këmbës. I kemi bërë dhe puntatat në vijim, por ne do vazhdojmë t'i punojmë. Punojmë me quadricepsin, ulemi dhe ngrihemi duke i bërë një ngroje nga njëra anë në tjetrën. E njëjta gjë dhe në krahun tjetër. Muskujt e këmbëve i kam treguar të detajuara në ushtrime të tjera. E njëjta gjë bëjmë me një përthyerje për t'i kapur të gjithë muskujt e këmbës. E njëjta gjë bëhet dhe për pulpa, duke mbajtur duart lart, njërën këmbë pas një tjetrë dhe ngrihemi. Kujdes me ekuilibrin kur bëni këtë ushtrim. Pra mundoni që të mbani ekuilibrin për të punuar pulpat duke ndruar nga njëra këmbë në tjetrën. Në këtë mënyrë punohen pulpat. Po kështu dhe këmbët anësore në këtë formë dhe pjesën e pasme duke ulur dhe duke mbajtur të kontraktuar. Pra shty me pjesën e pasme. Ndërkohë që mos e ngatroni këtë ushtrim me shpinën, siç tham. Ushtrimi i shpinës ishte në pjesë në ulje dhe në ngritje. Ulemi dhe ngrihemi. Pra ishte një pjesë e kontraktuar e shpinës. Mbaruam për sot, i kam shpjeguar shpejt për të plotësuar minutazhin tim. Bëjini ushtrimet 20
sete herë 2 herë, duke përsëritur 2 herë, janë mjaft efikase për muskujt tuaj. Ju uroj një ditë të këndshme këtu nga ambientet e bukura të Hotel Palace. Mirupafshim.